Disfata në Albulen. Ishte një plag në krenarinë e sultanit. Në zemër të Adrianopojës, Mehmeti i dyti kërkonte hakmarrje kundër rebelit shqiptar. Makina luftarake osmane, më e madhja që bota kishte parë ndonjëherë, filloi të rrotullohej përsëri, e nxitur nga tërbimi i ftohtë i një perandorie të fyer. Mira Jeniçer, shtylla kurrizore e elitës së ushtrisë së sultanit, marshuan me ritëm të përsosur. Hapat e tyre, një rrahje ritmike daulleje të shkatërrimit të afërt. Topa gjigant prej bronzi, të aftë për të thyer gurin më të fortë, u zvarritën në përbalt nga ekipe dhe qindra bura. Destinacioni i tyre ishin lartësitë shkëmbore të Krujës, simboli i sfidës shqiptare dhe vetmja gjë që qëndronte midis sultanit dhe Adriatikut. Lart në maje të ledheve, Gjergj Kastrioti, i njohur në botë si Skanderbeg, ai e dinte se pesha e plotë e lindjes po vinte. Burrat e tij ishin të pakt, por vendosmëria e tyre ishte farktuar në një dekadë gjaku dhe fitoreje. Ata u përgatitën për rrethimin me një vendosmëri të zymt. Brenda mureve, ajri ishte i mbushur me aromën e tymit të drurit dhe lutjet e qeta të familjeve që nuk kishin ku të shkonin. Derisa dielli perëndonte poshtë maleve, dyshemeja e luginës u ndez. Dhjetra mjera zjarre osmane dridheshin si një det me prush të ndezur. Heshtja u thye nga bubullima e bombardimeve të mëdha. Toka u drodh, ndërsa guri u takua me hekurin në një perkusion të dhunshëm dhe ritmik. Muret që kishin qëndruar për shekuj filluan të shkërmoqeshin nën goditjet e pamëshirshme, duke dërguar re pluhuri dhe mbeturinash në ajrin e ftohtë të natës. Por Skënderbeu nuk priste të shtypej. Në mbulesën e një nate pa hënë, ai udhëhoqi luftëtarët e tij më të mirë përmes tuneleve të fshehta. Ata ranë mbi kampin osman si fantazma. Shpërtheu kaosi, ndërsa ata sabotuan motorët e rrethimit dhe shkatruan rojet e paparashikuare. Gjatë ditës, lufta arriti kulmin. Val pas vale këmbësorie u hodhën në qarje, vetëm për t'u përballur me një mur mburojash. Shkallë gjithse u ngritën dhe u hodhën përsëri në humner. Vaji i nxehtë binte si shi, dhe britmat e të vdekurve mbushën ajrin e malit. Ndërsa fortesa mbante vijën, kalorësia e lehtë e Skanderbeut endej në përmalet përreth, duke goditur linjat e furnizimit të sultanit me saktësi kirurgjikale. Ushqimi dhe baruti i destinuar për rrethimin u humbën në përrenj. Ushtria e madhe e sultanit filloi të vdiste nga uria në hijen e kështjellës. Sultan Mehmeti ecte në tendën e tij të artë, me sytë e fiksuar te bora e parë që mbulonte majat e maleve. Koha po mbaronte. Sëmundjet dhe dimri ishin tani armiqtë e tij më të mëdhenj. Me zemër të rëndë, pushtuesi i Konstantinopojës dha urdhrin për tërheqje. Ndërsa pushtuesit e fundit u zhdukën në mjegullën e malit, portat e Krujës u hapën. Skënderbeu doli, një titan mes rënojave. Kruja nuk u thye. Buroja e krishtërimit mbeti e pathyer. Dhe legjenda e dragojit të Shqipërisë u gdhent përgjithmonë në themelet e historisë.